Drejtoria vendore e policisë në Korçë ka evidentuar dhe ndërhyrë në disa raste të veprimtarisë së kundraligjshme në qytet, duke marrë masa ligjore ndaj shtetasve të përfshirë. Arrestimin flagrant për vjedhje. Specialist për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë në Korçë arrestuan flagrant shtetasin DH, 22 vjeç, si dhe filluan procedimin penal ndaj shtetasi tjetër FC, 19 vjeç, të dy banues në Korçë. Dyshohet se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë vjedhur një pikturë të vendosur për shitje nga shtetasi GT pranë banesës së tij. Procedime penale për 3 raste të tjera, ndërkohë janë referuar materialet në prokurorinë e rrethit gjyqësor të Korçës dhe ka nisur procedimi penal për shtetasit VB, 45 vjeç, pasi dyshohet se për motive të dobta ka goditur me grushta dhe shkelma një 65 vjeçar, VV, 69 vjeç, pasi dyshohet se ka ushtruar vetëgjyqësi, duke i ndërruar bravën e derës së banesës shtetasit e B, për të cilën pretendon se është pronari i tij, OL 41 vjeç, pasi dyshohet se ka vjedhur një shumë para nga gjyshja e bashkëshortes së tij.